Mijëra qytetarë janë të buar edhe gjatë ditës së sotme për të shprehur revoltën e tyre kundër çmimeve të larta ndaj EVN-s. Protesta filloi nga sheshi i Tetovës në organizim nga shoqata elektriciste Drita. Qytetarët u shprehen se nuk durohet më kjo vjedhje që bëhet nga ana e kësaj kompanie, pasi faturat janë të fryra dhe xhepi i tyre zbrazet vetëm për EVN-n. Pse EVN-ja të shqiptarët? Pse nuk janë Maqedoninë Lindore? Maqedoninë Lindore nuk paguhet 500 euro lidhish rrimën. Këta vetëm të shqiptarët është. Pinë bajanet të rëmëm, EVN-ja funksionan, bajanet e poshtë edhe rrimë, s'pagujësjen me elemin e në me SMN. Kjo është realiteti. EVN-ja nuk na duhet me dhe këto. Se EVN-ja në mba gjali Gligorovit, në mba qeveria, që e ka gjallin në Austri, në Universitetet e Austrisë, aje mba me shke qeveri që i kimi shtash. Shteti Maqedonisë me rroga më të ulta në Evropë, me asistencën sociale më të ulta në Evropë, me papunësi më të madhe në Evropë, 1 kilovatrim është më e shtreta në Evropë. Ke vetëm këtu në Maqedoni. Kërkesa jonë është se rrim nuk kena siç duhet. Rrim nuk kena siç duhet. Unë kom për viti 154 volt strujnë shpej, a paguj për 220 volt. Njo e dita, fakturat e shqiptarëve vën shumë shtrenjt, aku se fakturat e shkijeve vën shumë më lirë. Sa here, i vjen bi 100% duhet harxhosh rrim më shumë. Dhe tash, prej të bimit tjetër, kishte reagim EVN-ja. Se ne jemi hajdut. Kush është hajdut? Kush na vjedh 100%? Ju lutem, tensioni duhet rregullohet. Parat na vin fakturat e mëdha neve. Këtë nuk e ke pasur në komunizëm. Këtu vini pagun këto të kërcënojnë për taksat e moshme që i ke pas para nuk e di sa. Alo taksi, 2100. 3 muaj pa paguajtur. Glesin me paletone kina po buxhetin aty. Atrapën që e ka me vetur si tenka që e ka po. Ato pineve. Shkijet thotë që janë paguajnë ka 1200, ne paguajmë ka 60 euro, 70 euro rrim. Ditën e xumon e vazhdojnë prapë protestën nëse duhet. E në këtë pala shqiptare që janë, këtë duhet dalim para protestave e në Maqedon. I gimolim Makedoncit e da izlagat, u pëto kisto u protesta së nasovde. Ne ka znajet, ako ne izlagat, teshko i zanif. Ndërkaq organizatorët e kësaj proteste kërkuan që të merren në konsiderat 5 kërkesat e tyre dhe nëse nuk përmbushen këto kërkesa, siç theksoi Jusuf Memishi, protestat do të radikalizohen. Ne kina 5 kërkesa. Ne kina 5 kërkesa. Kërkesa jonë e parë që neve të na vinë në gjuhën shqipe. Pagesat. E dyta, të hiqet 33%. E treta, se duhet ne të pagujmë 520 euro për një saat, një orë. Pse? Ne i nësvizu se vënës, ne rrimën e pagujmë, po sahatin pse? Dhe pa o shalin të hekin. Se s'po japin pa o shal 500 dinar për 7.000. Pse? Qajo? Dhe ju lutem, ne do marim masa ala mat repta. Gjithashtu organizatorët kërkuan, ku siç than ata, lirimin e kryetarit të shoqatës elektriciste Drita, Hysni Saliu. Kryetari i elektricistëve shoqatës Drita sot do të ajte se prezentu, por Hysnin e kanë mbyll. Ne kërkojmë urgjentisht që Hysnin të lirojnë nga burgu. Jo se jo do marim masa më të repta. Në këtë tubim nuk munguan edhe reagimet e shumta të qytetarëve të cilat një zëri folën se ky është një krim i madh që po i bëhet popullatës në vend dhe se një gjë e tillë duhet të marrë fund, por vetëm me ngritjen në këmbë të çdo qytetari, duke i bërë tryshti kompanisë EVN. Sipas organizatorëve, protestat do të vazhdojnë edhe javën tjetër dhe se do të shkojnë hap pas hapi derisa EVN-ja të ndryshojë qasjen karshi qytetarëve, ku do të kishim fatura të rrymës më të ulta në bazë të standardit jetësor.